Pijet sportive. Këto pije janë bërë shumë të njohura në mbar botën dhe tregtohen për ata që bëjnë aktivitete fizike mbi 90 minuta. Pijet sportive janë të formuluara për të rimbushur lëngjet dhe elektrolitet e humbura gjatë aktivitetit. Ndërsa ato mund të jenë të dobishme në situata të caktuara, është e rëndësishme të kuptohet përmbajtja e tyre ushqyese edhe kur ato janë vërtet të dobishme. Disa nga cilësitë e këtyre pijeve janë: energjia për funksionimin e muskujve, hidratimi i përgjithshëm, parandalimi i ngërçeve muskulare e të tjerë. Rekomandohet të bëhet kujdes me përmbajtjen kalorike të pijeve sportive, veçanërisht nëse po përpiqeni të humbisni peshë. Për stërvitje të shkurtra, uji është zgjidhja më e mirë. Lëngjet e frutave të ndryshme. Lëngu i mollës, lëngu i rrushit dhe lëngjeve të tjera të frutave janë zgjedhje të njohura si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit. Ato ofrojnë një sër përfitimesh ushqyese, por është e rëndësishme të dihen kufizimet e tyre dhe të konsumohen me kujdes. Shumë lëngje frutash janë të pasura me vitamin C, vitamin A dhe vitamina të tjera në varësi të frutave. Shumë të tjerë janë të pasur me minerale dhe antioksidantë të ndryshëm. Të gjitha lëngjet e frutave përmbajnë sheqerna natyrale, të cilat mund të kontribuojnë në marrjen e kalorive. Megjithatë, shumica e atyre që gjenden në treg nuk kanë fibra që gjenden tek frutat e plota. Kjo është një pengesë e rëndësishme, prandaj është e këshillueshme të zgjidhet lëng frutash 100% pa sheqer në të shtuar ose ëmbëlsues artificial.